Imam Dhëbia tregon një dietar të kaluar ka thënë, e kam adhuruar Zotin 50 vite dhe nuk e kam gjetë ëmbëlsirën e imanit të adhurimit derisa nuk i braktisat për gjëra. Disa njerëz e shohin ëmbëlsirën në disa stacione të adhurimeve ku tjetër nuk e ndjen. Vëllezër, dikush kënaqet me Kur'an, dikush kënaqet me agjërim, dikush kënaqet me sadaka, dikush kënaqet me shijimin kur respekton nënën dhe babën. Varet njerëzit, vetëm do të më shijojnë në adhurim. So patjetër të ç'kjo, po prej asaj që quhet lloj-llojshmëria adhurimeve. Edhe ky thot, 50 vjet e kam adhuruar Zotin. Kur beson nuk e ndjesha ëmbëlsinë e imanit. Derisa nuk i braktisa të gjona, se e disha në kohë defekti. Çka? E para është heka dorë dhe braktisa nga kënaqësia e njerëzve se pi atëra thosha të vërtetën. E disha se për me thonë vërtetën, s'ma mja bë çefin. Se kur të thot vërtetën, e nalt vërtetën hakun, se do mja bë çefin shokut, mikut, shefit, drejtorit, motevilijës, ai që është miku këtina. A me kuptova? Për me thonë vërtetën a? Ka me ek, nuk ja ba qefet, se kush ja ban qefet njerëzve, ky nuk o njëri drejt. Fish munafiki ja ban qefet njerëzve. Dikun do m'ja prish. E thash vërtetën, kur ta thush vërtetën, fillon me shiju. Knatësin. E para e dyta, e braktisa shoqërinë e keqe, që ishte këshill fasika, e Allahu ma zëvendësoj me shoqëri të mirë. E disha që une për me me njerëz të mirë, do me ek dorë. S'ka mu komunikim me kamatashin, me zinaçarin, me idiotin, me të fliqurin, me thashethëmin, me përgojusin. Ja, ti duhet mu distancu dhe me bojkotu. Por një që s'munesh, ndian në ndet edhe me shiu. Dhe treta tha, e braktisa shine se dunjahës, Allahu ma dha fokusin për shija e kënaqësisë së botës tjetër. Edhe së fundi